Rama Lule nuk meriton kur. Edi Rama meriton edhe do ketë dënimet më të rënda që ka marrë kush në njëherë në këtë vend për krimet që ka kryer. Por përsëri, ne i qëndrojmë parimit të kryengritjes paqësore, sepse i dashur zoti Noka, ne nuk vim në pushtet me dhunë. Ne jemi parti demokratike dhe ne vim në pushtet vetëm me votën e shqiptarëve. Kjo rrugë është pak më e mundimshme, por është më e sigurt dhe është më fitimtare.